e dramatizon për biznes. E diabeti tipit 1, profesor, se tham pak? Diabeti tipit 1, unë jam, mos të livdohem unë, po i parin botë që pa ta dalë, që edhe diabeti 1 shërohet, pavarësisht që mjek thotë ka vdek që liza beta në pankreas, dhe në të vdekra nuk është e vërtet, nëse shkon me kohë dhe ndronë regjimin e jetës, se unë i kom që në televizor, njerës sot që 10 vjetë nuk kanë diabet. Jetojnë pa insulin. Nëse merë masa me njerë si të paracitet dhe 6 muj, 7-8 muj, dhe 1 vjetë, plot njerë që kanë përbajt recepturës, kanë aktivizu që lizat beta dhe kanë prodhu pankreas. Ka prodhu insulin. Po, profesor, një video, se jemi në fund, një video e profesorit të nderuar në Svetlana ka bo bujkove të fundit, pële e kumftu dhe në emision, po nuk ka... Terminat janë zëtë, në thojza, shqiptar zi, miliona franga me siguru për një gjami kamame, fa një shpreje, 100 euro për një libër dhe për një film dokumentar artistik, që është shqip i pasër shqip në përja qëtare. Këto, po besoj që se ka posë, faleminderit regjia. Kalzëm që po të Po thot, për një natë shqiptarët, më falë një shpreje, për një gjami tamamet janë, dhe me thonë, të gatshëm me siguru miliona, ata për një libër, për që kënë, se kështu, nuk i sigurojnë. Dhe më në ashtas se besoj që ka posë në e diskara që në këtë e një shumë mirë, po që ditë se një patrioti pa diskutu shumë është ka qenë daje ti historian edhe hoqë, Adem Kotlovsi. Tani me thot, dikush që gjamija, kështu me ato fjallë, u mendoj mungesë, ato që thash, njerëz nuk e kuptojnë religionin, nuk e kuptojnë fejnë, nuk e kuptojnë po, është në s'ka posë qëllëm keq. Edhe këto tempuj, të thonë, gjamija, kisha e teqe, janë shku njerëz për me qetësu mendje. Po nashta nuk e ka posë qëllëm të keq. Nuk po hinë, unë po të tregoj çka është gjamija, çka është kisha, njerëz kanë shku në grupe me u lutë, me kriju paqë, mes paqes, mu lidhë me Zotin, diku në dashtë mu falë ata njerëz. Po për të thush, nuk o mirë me shku në gjami, për mu është ignorancë, për mu nuk e kuptojnë, nuk ka naj qëllim të keq, por nuk kuptojnë pse duhet më shku mu falë, ato që e spjegu. Çka keni mesazh për profesor Nusret? Çfarë mesazhi ki për profesor Nusret prej kësaj studio? Jo më rësmirë, unë po merra me fenomenin, më janë nisur për secilin për këta, për ata, unë nuk merra me Nusreta. Po për fenomenin, çka? Nuk merra me ata gazetarë. Po për këtë fenomen, çka keni mesazh? Po fenomeni nuk e kupton këtë çka është feja. Nuk e kupton rolin e fesë, nuk e kupton rolin e xhamisë. Kjo është shkencë. Nëse ti falësh vetë, lutesh vetë, efekti është për ty 1. Nëse falen 2 vetë në një vend, efekti është 4. Nëse këto që ta ndigjo ky dhe ti ta kuptojsh. Nëse falen 100 vetë, efekti është 1 miliard, 1 milion ma herë. Në mënyrë eksponenciale, efekti mu arrit paqen, mes paqes mu lidh me Zotin, është mënyrë eksponenciale. Për këtë arsye, është mendu e gjami, tempujt, kishat, gjamijat, me shku mu lutë në mënyrë kolektive, kur ka qenë një formull nga Maharish Yogi për meditus, pa i vdiq që nëse 8.000 vetë në botë, së është raja katrore e 2% të popullësisë, që mund të gjenë në matematikë, më duket këto është një 160 vetë në Prishtinë me numrin e popullësisë, i di që në Tiranë për ta bot 300 e sa, për krejtë Shqipninë, nëse 360 vetë për shembull luten, falen në Shqipëri, për marë, po kjo vlen jo vetë Shqipëri, po krejtë botën, atëre krijohet paqë për krejtë Shqipërinë. Në botë, nëse 8.000 vetë në mënyrë kolektive meditojnë, 8.000, atëre arrihet paqë. Çka do të thotë paqë? Atëre ky agresivitet i mendjes, këto lufta, këto krime, këto korrupsione zhduken. Se mendja e pa korruptuar nuk korrupton. Ne kena mendjen e korruptuar nga mos identifikimi kush jemi, ose me identifikim të rreshur. Pra dhe këto korrupsione që fjalla me përdorën në Shqipëri sot lufta, atje nëse ne kena luftu, po luftojmë qysh mi liru këta, atje luftojnë qysh mi zbulu hajnat, e kupton? Dhe kjo është mendja e korruptuar ose mendja agresive. Profesor,
Jemi minutat fundit, jena mundu më të avon një surprizë të vogël, i kem tirë dëshahira të vogël. Do voglusha vim prej Ferizojt janë djemët e Muhamet Gashit, i cili ka qenë luftar, i ushtrisë luftar të Kosovës, a i ftuhet. Mirë se vinë. Me dorë të vitë jemi pritur. Hajde, përënoma misher. Bravo! Mirë se i gjatë.